Pas një dekade të tërë përpjekjesh për të pasur një familje, Zak dhe Britney nuk po arrinin dot të realizonin ëndrrën e tyre për t'u bërë prindër. Ata kaluan vite të vështira, trajtime të shumta dhe shpenzuan rreth $100,000 në përpjekje për të mbetur shtatzën, por pa sukses. Në fund vendosën të mos e humbnin shpresën. Çifti mori vendimin e madh për të adoptuar një vajzë të vogël, të cilën e quajtën Charlie. Ajo solli dritë dhe gëzim në jetën e tyre. Por historia nuk mbaroi me kaq. Vetëm pak muaj pas adoptimit, Britney mbeti shtatzën dhe mrekullia e vërtet erdhi kur ajo lindi trinjak. Foshnja qëndruan disa javë në spital për kujdes mjekësor, por fatmirësisht gjithçka shkoi mirë. Nga një çift që për 10 vite përjetoi zhgënjim dhe lot, Zak dhe Britney u bën prindër të 4 fëmijëve brenda pak muajsh. E gjithë dita jon kalon duke u kujdesur për fëmijët. Është shumë e lodhshme, sepse të 4 janë të vegjël. Por çdo lodhje zhduket kur i shohim dhe na buzëqeshin. Ndihemi të bekuar, shprehen ata. Historia e tyre është bërë publike për të dhënë shpresë për çdo familje që po kalon në të njëjtën rrugë të vështirë. Mesazhi i tyre është i qartë. Mos i humbni kur shpresat, ndonjëherë mrekullitë ndodhin kur nuk i pret.